Për pak minuta, prove se dhe pritet filloj seanca e jashtëzakonshme, në të cilën me sa duket do të shqyrtoj marrëveshjen ndërkombëtare, cilat nuk arritën të hyjnë në rend ditët jetën e parë të seancës së paraditës sot për shkak të insistimit të PDK-s për të futur si pikë të parë të rendit të ditës rezolutën dhe besoj që tani do t'i rikthehemi këtij rendi të pikave që mendojmë që shumë e rëndësishme të kalojnë me votë të deputetëve në kuvent, sepse po bëhet fjalë pra për marrëveshje ndërkombëtare dhe për miliona euro të cilat i dedikohen pikërisht qytetarëve të Republikës Kosovës. Prandaj kemi parë të arsyeshme të rikthehemi edhe një herë kuvendit me një seancë tjetër të jashtëzakonshme për të trajtuar këto pika që në fakt janë edhe në interes të qytetarëve të Republikës Kosovës. Do t'jenë vetëm marrëveshje ndërkombëtare apo do të ketë edhe pikat të tjera, sepse pash dika që mund të kenë edhe pikat të tjera, por sigurisht me tekst të veçantë marrëveshje ndërkombëtare, sepse besojmë që është e rëndësishme që të paktën ato të marrin mbështetjen e shumicës së deputetëve, sepse ju e dini që nuk mund të kalojnë pa pasur 80 vota prezente në sallë, kështu që ne po synojmë që ti përfundojmë këto dhe ti rikthehemi sigurisht agjendës normale të kuventit ku edhe do trajtohen mandej të tjera që më janë trajtuar gjatë kësaj jave dhe në përkomisionin parlamentare. Dhe zona Hyseni, sot pra pam një bashkëpunim më në fund u morët vesh me Partinë Demokratike të Kosovës përkitazi me një tekst të rezolutës që propozoi Partia Demokratike e Kosovës. A është ky një sinjal se mund të merreni vesh për disa çështje me PDK-n? Shiko, nuk e shoh se më në fund u morën vesh, sepse ne do të mund të arrinim në këtë pikë qysh në fillim, po të kishte qenë interesi i partisë propozuese vërtet të kalonte një rezolutë të tillë, sepse ne asnjëherë nuk kemi qenë kundër rezolutës si të tillë, pra iniciativës, por kërkuar që të marrin pjesë në përmbajtjen e kësaj rezolute dhe kemi menduar që shumë e rëndësishme që teksti të harmonizohet, sepse kemi pasur edhe ne le të themi dilemat e tona në disa elemente të këtij teksti, se nuk është se nuk e kemi pranuar ose se kemi qenë kundër ndonjëherë, pavarësisht ndoshta kështu është dukur sepse kështu ka tentuar Partia Demokratike ta paraqesë në opinion, por në fakt ne kundër s'kemi qenë asnjëherë, thjesht kemi kërkuar pjesëmarrje dhe bashkëpunim në bashkërendimin e gjërave që kemi menduar që shumë e rëndësishme të jenë pjesë e këtij teksti kësaj përmbajtje. Dhe kur po them që nuk ka qenë interes i ynë as dëshira jona që ta kundërshtojmë ose të mos marrim pjesë në votimin e kësaj rezolute, dhe unë të argumentoj këtë që me një veprim të rritë për fakt më së shumë të PDK-s, i cili vazhdimisht ka kritikuar çdo televizioneve të vendosje, se nuk po dëshiron të votojë një rezolutë e cila i mbron vlerat e luftës. Pra e kam fjalën për deputetin Artan Berami, i cilin unë e kam parë sot që nuk ka marrë pjesë fare as në votim të kësaj rezolute. Pra si njëri prej deputetëve më të zëshëm për këtë rezolutë, që jam prej subjektit politik që ka iniciuar këtë rezolutë për sjellje në kuvent, kur ka pasur mundësinë të ngriz dorën dhe të votojë, nuk ka marrë pjesë fare në votim. Unë